E trisht ndahet nga jeta regjizori I njohur shqiptar. Regjizori I shquar shqiptar Piro Milkani ka ndëruar jetë në moshën 86 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të pasur në fushën e kinematografisë shqiptare. Piro Milkani lindi më 9 dhjetor 1939 në qytetin e Korçës. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ai vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Prag, Çekoslovaki, ku u diplomua në degën e operatorit. Karriera e tij në kinematografi përfshin regjinë mbi 20 filmave artistik dhe dokumentar, duke përfshirë tituj të njohur si Kur zbardhi një ditë, 1971, Zonja nga qyteti, 1976, Ball për ball, 1979, Militanti, 1984 dhe Ngjyrat e moshës, 1990. Përveç regjizorit, ai ka kontribuar edhe si skenarist, operator dhe producent. Në vitin 1997, Milkani u nderua me çmim të veçantë për të gjithë krijimtarinë e tij artistike në Francë. Në vitin 1987, ai mori titullin Artist I popullit. Në vitin 2024, Milkani mori diplomën e tij në Fakultetin e Filmit pas 63 vitesh, një ngjarje që u shënua me një ceremoni në Çeki. Përveç karrierës së tij kinematografike, Milkani ka pasur një periudhë si diplomat dhe ka kontribuar në organizimin e festivaleve të filmit. Vepra e tij ka lënë një ndikim të thellë në kulturën shqiptare dhe do të kujtohet për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në artin e filmit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.